Përshëndetje të gjithëve. Para disa ditësh gjatë protestës kanë folur për një ngritje në një kuvendi kombëtar qytetar. Dhe pak a shumë ka marrë pëlqimin e një pjesë të madhe të popullit të në shesh. Kemi diskutuar dhe me grupin koordinues të protestës dhe jemi futur punës për ta bërë këtë. Janë mbledhur rreth 500 kandidat potencial, por përpara se të vazhdojmë kemi nevojë për një miratim ose për një pëlqim të themi. A jeni dakord që ta vazhdojmë një punë të tillë apo jo? Okej. Shumë mirë. Në çastin që ata njerëz do të përzgjidhen, do të jenë jo më pak se 300, pra një përfaqësi shumë e gjerë që të përfaqësojë të gjitha segmentet e protestës. Do të vinë këtu përpara popullit e secili do duhet të marrë miratimin nga populli. Nuk do të ketë asnjë që të jetë i zgjedhur nga vetvetja ose nga grupet vogla, vetëm me miratimin e gjithë popullit protestues. Kaq kisha, ju lutem të mos e paksojnë protestën. Shqiptar, mblidhuni në shesh, protesta është e gjallë dhe po vazhdon. Mos dëgjoni propagandën e Taulan Pallës edhe të zakarëve të tjetë pushtetit. Protesta është e fuqishme, do të vazhdoj deri në rrëzimin e kësaj qeverie dhe këtij sistemi të kalbur. Roman